Mëngjesi i bukur sot, ditë e xuma, fest për mbar besimtarët. Ditë në të cilën përfitojmë gjëra që nuk mund t'i përfitojmë në ditë të tjera. Ditë e veçuar nga vetë krijuesi i ditëve. Të mos lejojmë që kjo ditë të na kalojë pa e gjallëruar shpirtin tonë me dy vepra, të cilat në pamje duken të vogla, por që te Allahu i Madhërisëm janë shumë të vlerësuara. E para e tyre t'i dërgojmë salate e selam me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammed. Nga se ne kur përmendim atë gëzojmë zemrën e tij. Dhe padyshim që kur të gëzojmë zemrën e tij, Allahu do të gëzojë zemrat tona. E dyta është që të gëzojmë edhe zemrat e prindërve tanë. Një fjalë e bukur, një fjalë e ëmbël që mund t'ja themi nënës apo babait, mund t'jetë shkak që ato të bëjnë lutje për ne, dhe ato lutje të na ndriçojnë rrugën tonë në jetën e kësaj bote, por edhe në botën tjetër. Një fjalë e bukur, një gëzim që mund mbjellim në zemrat e prindërve sot, mund t'jetë një derë mëshire dhe bereqeti për jetët tona. Andaj, le t'i bëjmë sot në këtë ditë të bekuar këto dy vepra. Edhe është Zoti që Allahu i Madhërisëm t'jetë i kënaqur me veprat tona. Ju uroj një xhumë të begat, Zoti ju pranoftë të gjitha adhurimet. Kaloni bukur, Zoti ju ruajt.